بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar. Selamat ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersin 27 me radhë nga veprat e zemrës, e që neve me disa derse të kaluara kemi fol rreth ndjeshmërisë që Zoti e shikon robën e tij në çdo moment. Dërsa sot me lejen e Allahut do shpjegojmë një punë të zemrës, do fillojmë shpjegimin një punë tjetër të zemrës, vepër e zemrës, e cila është shumë e rëndësishme. E ajo është el-wara'u ose devotshmëria. Devotshmëria, dashur vëllezër, është punë e zemrës e cila e ngre robën lart tek Zoti xhalla shanehu, po njëkohësisht ana e kundërt e medalës, ku njeriu është i devotshëm, bie shumë në nivel të ulët tek Zoti xhalla wa ala, ashtu siç thot Allahu i lartësuar: laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allahu xhalla wa ala thot: ne kemi ngrit njeriu në pjedestalin më të lartë, pra ai ngritet për shkak të devotshmërisë së tij, për shkak të devotshmërisë së tij. Thumma radadnahu asfala safilin, e pastaj thot neve e kemi zbrit në gradën, në derexhën, në shkallën më të ulët njeriu për shkak të mëkateve të tij, për shkak të mosbindjes së tij ndaj Zotit, pra njeriu bie edhe më ulët se sa kafsha. El-wara'u në gjuhën arabe, dashur vëllezër, që ne e përkthejmë si devotshmëri, në aspektin gjuhësor do të thotë el-kaffu amma la yanbaghi. Në gjuhësisht do të thotë me u largu nga ajo që nuk duhet ta veprosh. Me u largu nga ajo që nuk duhet ta veprosh. Në aspektin shariatik ka shumë domethënie të ndryshme. E para, khuruj min kulli shubhatin. Në aspektin shariatik, thot Yunus ibn Ubayd, do të thotë me u largu nga çdo dyshim, çdo gjë e dyshim që është u muhasabatu an-nafs fi kulli tarfat 'ayn. Me u largu nga çdo gjë e dyshimt dhe me llogarit veten e tij në çdo lëvizje të tij. Kjo është në aspektin shariatik. Një mendim tjetër ulemave thotë tanajjubu shubahat, do thotë me u largu nga gjërat e dyshimta, o muraqabatu al-khatarat, edhe ndjeshmëria dhe llogaria e gjërave që janë të mbrëmshme, punët, veprat e zemrës. Pastaj thot Ibrahim ibn Adham, al-war'u do thotë tarku kulli shubhatin wa tarku ma la ya'nik. Me u lënë çdo gjë që është e dyshimt dhe mos më u marr me ato që nuk takon. Mos më u marr me atë çështje që nuk të takon. Ndërsa Yahya ibn Mu'adh thot al-wuquf ala hadd al-ilm. El-wara'u do thotë më u ndal tek kufit e dijes që i ke. Kufit e dijes që i ke, aty më unal të këtë qështjet. Jo me vazhdu, min gajri të uil, jo me vazhdu me i sharu gjëha për të cilat s'ke njohuri, s'ke dije. Kjo është el-wara'u, ndërsa Sheikhul Islam Taymija javnën kapakën kësaj pune. Sheikhul Islam Taymija është njëri që rrallë ndodh me lind nona si njerëz. Thot, el-wara'u huwa tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. El-wara'u thot është me lën ato që ke frikë që të bën dëm në ahiret. Kjo është kapako. Me lën një çështje që s'je i sigurt në të, që ke frikë që të bën dëm në ahiret kur dalësh para Allahu xhallahu xhallahu. Kjo është teje e rëndësishme me marrë vesh muslimani. Shumë është e rëndësishme me marrë vesh muslimani një çështje që e vepron, a i bën dëm në ahiret robit apo i bën dobi. Në qoftë se të bën dëm në ahiret, leje se është çështje e dyshim. Qoftë se të bën dobi në ahiret, veprohe. Veprohe se është vepër e mirë.
El-war'u ne e përkthejmë si devotshmëri. Çka është dallimi mes takwa, që gjithashtu takvallahu ne e përkthejmë si devotshmëri dhe el-war'. Takvallahu dashur vëllezër, takvaja që ne e përkthejmë si devotshmëri gjithashtu sepse gjuha jonë në krahasim me gjuhën arabe shumë e mangët. Shumë e mangët. Jo vetëm gjuha jonë, çdo gjuhë në botë me krahasu me gjuhën arabe është shumë e mangët ajo. Sepse gjuhat tjetër që është më së afërti me fjalë është 150.000 fjalë. Më zgabofsh është anglishtja ose rusishtja. Që i ka 150.000 fjalë, shqipja i ka 50.000 nga gnisht. Arabishtja i ka prej 12 milion dhe 25 milion fjalë. 12 milion fjalë. Çdo fjalë ka domethënien veti. Për këtë edhe ne edhe takvallahun, edhe el-wara' i përkthejmë si devotshmëri. Mi po kanë dallim. Takvaja çka është? Takvaja është me urujt prej dënimit të Zotit, me urujt prej dënimit të Zotit, duke i kryer obligimet e Zotit dhe duke u ndaluar nga ndalesat e tij. Kjo është takvallah, devotshmëria. Që ne i thanë është takva filane. Takva është ruhet prej dënimit të Zotit duke i kryer obligimet dhe duke u ndaluar nga ndalesat. Cili është qëllimi? Qëllimi për është mos me hidhru Allahun dhe arritja kënaqësisë së tij. Për shembull, me fal namaz është obligim, me fal agjerim, i kryen obligimet e Zotit. Me u ndalu nga moraliteti, me u ndalu nga kredia, me u ndalu nga alkooli, kështu me radhën, domethënë gjërat të cilat i kryen obligimet dhe ndalohen nga ndalesat. Kjo është takvaja. El-war'u është diçka tjetër. Të ruhesh nga gjërat e dyshimta dhe nga disa halalet që të çojnë në haram. Kjo është el-wara'. Është një shkallë më e lartë e devotshmërisë. Me urujt prej gjërave të dyshimta dhe disa gjërave që në esencë janë të lejuara, të cilat të dërgojnë tek haramat e Zotit. E cili është qëllimi i el-wara'? Është përsosshmëria e devotshmërisë dhe arritja e kënaqësisë së Zotit. Për shembull, shkon me bleni ushqim. Shkon me bleni ushqim. Dhe ti nuk e din ajo ushqim a është halal apo s'është halal. El-wara', devotshmëria kjo, ty të bën që ti me elon sepse nuk e din a është halal apo haram. Ç'kjo është el-wara'? Devotshmëria e cila gjërat e dyshimta ju largohet besimtarit. Ju largohet. Për shembull, shkon në Shqipëri fatkeqësisht, edhe ti ulesh me hangër mish dhe i thu, çfarë dyner po du? Edhe ai ka veç një mish, se çfarë e don? Ti të bësh të dyshim me ne. Ai mashtron. Pse ai veç një lloj mishit e ka dhe të vet çfarë e don. Domethënë, çfarë ta lypsh ai ta jep? Është të dyshim. Domethënë largohesh prej tij. Për arsye se muslimani e ka për detyrë me rujt dinin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fadlu al-ilmi ahabbu ilayya min fadli al-ibadah." Thot vlera e dijes tekon është më e madhe sa vlera e ibadetit nafile, adhurimit vullnetar. Wa khayru dinikum al-wara'. Edhe më e mira gjë tek feja juve është me u largu gjërave të dyshimta. Me u largu gjërave të dyshimta. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abu Hurairës: "Ya Abu Hurairata, kun wari'an takun a'bada an-nas." Je i devotshëm, je ibadetxhiu më i madh. Al-wara', je i devotshëm do thotë ruaj nga gjërat e dyshimta, je adhurimtari më i madh. Je adhurimtari më i mirë. Ruaj nga gjërat e dyshimta. Për këtë dashur vëllezër, Tawus ibn Kaysan rahmetullah alayhi për ulemave ndaj të Islamit thotë: "Mathalul Islami kamathali shajaratin." Shembulli i Islamit është sikurse shembulli i një pemë. Islami është një pemë. Fa asluha ash-shahada. Rënjet e saj është shahadeti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa thamaruha al-wara'. Frytet e saj është devotshmëria, largimi nga gjërat e dyshimta. La khayra fi shajaratin la thamara laha. S'ka khajr në atë pemë e cila s'ka fryte. Wa la khayra fi insanin la wara'a lahu. Edhe s'ka hajr në një njeri i cili nuk ka devotshmëri, nuk largohet nga gjërat e dyshimta. S'ka hajr në atë njeri i cili nuk largohet nga gjërat e dyshimta. Për këtë dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të qartë, që është një prej haditheve që komplet feja e Zotit sillet rreth tij,
Ato hadithe janë innamal a'malu binniyat, vepra shpërblen sipas qëllimit. Dhe hadithi i dytë është ai që vepron një vepër që s'kam thonë unë, thot pejgamberi i Zotit, t'ja përgatit vetes një karrikë nga zjarri i xhenemit. Dhe hadithi i tretë që është jone këtu me radhë, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Halali është i qartë edhe harami është i qartë, e në mes tyre ka gjëra të dyshimta. Kjo është një prej haditheve që komplet Islami, feja e Zotit, sillet rreth tij. Për arsye se na i sqaron çështjet më rëndësinë fenë e Zotit. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e transmeton Nu'man ibn Bashiri, thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Thot Resulullah, halali është i qartë, edhe harami është i qartë. Mes tyre ka gjëra të dyshimta që një shumicë dërmuese e njerëzve nuk kanë njohuri rreth tyre. Nuk kanë njohuri rreth tyre. Halali është i qartë. E dim halalin shumica. Me ngran bukën është halal. Me ngran ato që e fiton me njerëz është halal. Me shku tek halali jut mbrëmje është halal. Harami është i qartë. Alkooli është haram, shumë i qartë. Njeriu me mas pak të logjike më rrevesh këtë punë. Bigjozi është haram, është e qartë. Amoraliteti është haram, është e qartë. Domethënë, fajdja, kamata është haram, është e qartë. S'ka njeri i logjikshëm musliman që i ka 2 ditë shkolla që se din që kjo është haram, që kjo është halal. Mirë, po në mes këtyre dyjave ka gjëra të dyshimta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që shumica e njerëzve nuk i din. La ya'lamuna kathirun min an-nas. La ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Faman ittaqa ash-shubuhat istabra li dinihi wa 'irdihi. E ai që ruhet prej dyshimit, prej gjërave të dyshimta, e ka rujt fenë e tij dhe nderin e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. Ai që bjen në gjëra të dyshimta ka rënë në haram. Ai që bjen në gjëra të dyshimta ka rënë në haram. Kërra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka sqaruar më njëherë. Ne ka dhënë një shembull për me marrë vesh këtë çështje se sa janë të rrezikshme gjërat të dyshimta. Kërra'i yar'a hawla al-hima, sikur bariu i cili thot i kullot kafshet e tij rreth mexhave, rreth kufinit, rreth mexhave të huaja. Yushiku yarta'a fihi. Në çdo çast të kopia e tij del në të hujen. Del në të hujen, se sonerum. Është e rrezikshme që ti me shku dhe me i rujt kopen afër kufinit që ty stakon. Është e rrezikshme si njeri që me hynë në zonën kufitare që është wanted, është e rrezikshme, është arrestohesh, komina, e rrezikon veten tonë. Por në çdo çast mundesh më rreziku veten, me ranë gjëra të ndaluara. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ala wa inna li kulli malikin hima." Çdo mbret thot i ka kufit e vet. Çdo mbretni, me kthy me gjuhën e sotit, çdo shtet i ka kufit e vet. Që po hynë në mënyrë ilegale arrestohesh. Po hyre pa vizë, arrestohesh, dëbohesh. Beson gjoba. Me hy ka dera, është halal, e ki në rregull, kërkush nuk të prek. Po hyne ka nuk duhet, e ke rreziku veten tonë. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa ala wa inna hima Allahi maharimu." Edhe Allahu thot i ka kufit e vet. Edhe Allahu jalla wa ala na i ka vendos neve si musliman kufit. E kufit e Allah thot janë haramet që na i ka bën neve në dynjë mos mi prej. Këto janë kufit e Zotit. Shkelëm në harame, kem hynë në kufit që s'do të me hinë. Që se ne veprojmë haramet, Allah më stasht, i kem shkel kufit që ne i ka vendos Allahu Jalla wa Ala. Allah po thot, hajde ka dera, hyni me shku në xhenet. Mos hyni ka haramet, se s'muni me shku në xhenet. Pasën dinimi.
Mos hyni ka gjërat e dyshimta, për arsye se ato janë falcë. Me vizë falcë nuk hyet me një shtet normal, se nxon ata. Nxon, ti na shtjekin pasaport, po falcë është e dyshim. Kështu është me gjërat e dyshimta, nuk hyet në xhenet. Duhet me hi kadera. Kadera e halalit. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb." Edhe thot në trupin e njeriut është një copë mishi, e cila nëse rregullohet i tërë trupi i tij, edhe nëse prishet i tërë trupi i tij, ajo është zemra. Pra zemra e njeriut, çfarë lidhje ka me këtë hadith? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon fillim, halali është i qartë, harami është i qartë, mes ka gjëra dyshimta, po na i tregon kufit me shembull që mos më shkel, e në fund po thot zemra. Për arsye se zemra e njeriut shërohet, ndjehet rahat kur shkon ka halali. Kur shkon ka halali, zemra njeriu ndjehet rahat. Kur e prek haramin, kufit e Zotit, nuk ndjehet rahat. Kur hyn në dyshim, nuk ndjehet rahat. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kur rregullohet zemra e besimtarit, i tërë trupi i tij është rahat, rregullohet. Kur smuret zemra e besimtarit, jo në aspektin mjekësor, por shpirtëror, i shkel kufit e Zotit, smuret i tërë trupi edhe gjymtyrët e tij, pastaj nuk din se çka veprojnë. Prandaj dashur vëllezër, në Islam pra 3 gjëra neve na tregojnë senet tona që duhet me vepru. Halalin, haramin dhe gjërat e dyshimta që muslimani duhet ketë kujdes dhe mos ti veproj. Për këtë prap Sheikhul Islam Taymiyya thot: "Laysa al-aqil alladhi ya'lamu al-khayra min ash-sharri." Njeriu i mençur thot nuk konsiderohet ai që e din khairin prej sherrit. Wa innama al-aqil alladhi ya'lamu khayra al-khayrayn wa sharra ash-sharrayn. Po i mençur është ai i cili din me i dallue më të mirën prej 2 gjyrave të mira, edhe më të keqen e pakt prej 2 gjyrave të këqija. Ky është njeriu më i mençur. Pra janë 2 të mira e zgjedh më të mirën e mundër. Jo 2 të këqija, kur s'ka rrugdalje tjetër, e zgjedh ato që është më pakt. Kjo është aqil, kjo është njeriu i mençur, i cili mundohet me u largue haramave edhe mundohet me u largue gjërave të dyshimta, është njeriu i mençur. Të dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot: "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Lër ato që është të dyshim dhe kapo për ato që është e qartë. Lër gjërat që është të dyshim. Po mirë, ne si musliman kemi drejt me bë pyetje. Qysh ne me dallu si musliman gjërat e dyshimta? Halali është i qartë, harami është i qartë. Veç ai që i ka mbyll syt. Si ne si musliman me i dallu gjërat e dyshimta, sepse Islami është fe e përsosur. Nuk na i kalon neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç me na i çel si tema edhe mos më na tregue rrugën edhe alternativën e zgjedhjes, jo. Na i ka tregu 2 forma që njeriu muslimani e merr vesh që ajo çështje të dyshimit dhe do të moroj prej saj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, të cilën e ka pyet një Nawas ibn Sam'ani al-Ansari, shok i tij ka thënë: "O i dërguar i Allahut, çka është devotshmëria dhe çka është gjuna?" Çka është devotshmëria, el-birr, që prapë ne e përkthejmë devotshmëri, dhe çka është gjuna? Ka thënë: "El-birru husnul khuluq." Prej devotshmërisë është sjellja e mirë. Me qenë njeri me moral të mirë, me etik të mirë, me sjellje të butë, me sjellje të mirë. Wa al-ithmu, e gjuna thot është me haka fi sadrik, wa karihta an yattali alayhi an-nas. Ne i ka dhënë 2 rregulla që ne mësojmë gjërën e dyshim. E para thot mos qetësia në zemrës kur ti je duke vepruar çat vepër. Kjo është e para. Kur njeriu është duke e bën një vepër dhe është e dyshimt edhe nuk i din a është halal apo haram, nefsien mrena nuk ndihesh i qetë. Mrena nuk ndihesh i qetë, edhe pse dikush ka dhënë fatva, ai merr graj se mirë. Amo ti, si musliman që e ki dert dinën e Zotit, e ki dert që ki me dalë para Allahut, ti je duke e vepru, po si të e një vetën mirë, që kjo është e dyshim të leje më njerë. Kjo është e para. Kur do me bo një vepër dhe nuk e ndin vetën mirë në zemër, ndihesh i ngushtuar, ke, do më thonë,
dyshimet e tua në zemër, a është halal apo s'është haram, dije që është dyshim leje këtë vepër. Leje, kjo është e para. E dyta, wa kerihte e yattali alayhi an-nas, edhe e urren që kjo vepër me dalë te njerëzit. Kjo vepër që jetu e bë me pa të tjerët. Do shta në synin e shumë tjerëve është halal, po e din që me bë me dalë, është e dyshimt. Me dalë, ka dyshime në to. Lejes është çështje e dyshim, mos e merr se keron haram pastaj. Pastaj bjen në haram. Pra dy rregulla do të thotë, mani më mirë. Çdo punë që e bën që është halal, njeriu dihet rahat, jep sadak rahat, që fal namaz dihet rahat. I ndihmon atij që ka nevojë, dihet rahat zemra, kënaqet. Kur e bën haramin, është tmerr për muslimanin. E din që është haram. Ama gjërat e dyshimta, kur i bën në robi, ndihet në siklet, në zemrën e tij. E din që është çështje e dyshim. Leje s'është haram, leje mos e prek. Edhe e dyta, nuk i qef që t'jep me të pa shkejtë të bo. Edhe kjo është e dyshim. Leje, sepse është vepër e dyshim. Pra Islami na i ka sqaruar edhe rrugën për me shku te halali dhe me u largu nga harami dhe me u largu nga gjërat e dyshimta. Se kjo është punë e zemrës, vepër e zemrës, al-wara. Kjo është devotshmëri të dashur vëllezër. Kjo është devotshmëri që muslimani duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes për arsye se sot haramet janë të shumta. Haramet janë të shumta. Halalat, alhamdulillah, janë të shumta, sepse në esencë, gjithë shka që e ka kriju Allah është haram, është halal, gjithë shka që e ka kriju Allah është halal, përveç ajo që ka ardhë që është haram. Në esencë, dynjan e ka kriju për neve. Dhe gjithë shka është halal, përveç asaj që ka ardhë që është haram. Pra, krejta pijet janë halal. Në esencë, gjitha pijet. Ajo që ka ardhë haram është ajo që është pi dese. Pija dese që ja hub njeriu të mendjen. Pastaj këtu hyn të gjitha, hyn alkooli, hyn droga, hyn lloj-lloj pije e cila i bën dëm robit në dynjan e tij dhe në ahiretin e tij. I bën dëm robit në dynjan e tij dhe në ahiretin e tij. Gjitha mishnat dhe gjitha ushqimet për mingran janë halal. Përveç asaj e cila ka ardhur nas që është haram. Sikurse mishi i derrit, sikurse mishnat e kafshët që janë mish ngrënëse. Ose shpezëve të cilat kanë thoj, sikurse që janë shqiponja të gjërat të cilat janë mish ngrënëse, nuk lejohet ngrënia misht e tyre. Për arsye se jo çdo gjë që e ka kriju Allahu mund me hyn punë njeriut. Se dikush prej atyre që shpesh mundohen me na dhon ders, po mirë baga hoxha krijesa e Allahut është. Se hoxha se din që krijesa e Allahut deri. Po mirë dhe thike një hoxh rahmetullah alayhi kur jeni musafir ti aja qëtë të këja servon në ushqim një pula një i reqë. Edhe i riqë të kjo krijesa Allah. Aja një macë. Ja, qysh mo. Po qysh. Aja krijesa Allah. Më thonë, jo çdo sen që ka kriju Zoti është halal për neve. Aja kriju funksionin e vetë dynja. Po s'do të që ne me ngran. Pra, el-wara, devotshmëria është të dashur vëllezër me u largu nga gjërat të cilat të bëjnë dëm në ahiret. Me u largu nga gjërat të cilat të bëjnë dëm në ahiret kur dalësh para Zotit xhallahu ala. Prandaj edhe robi duhet me urujt, me i kry veprat halal, me urujt nga gjërat të cilat janë haram dhe të ndaluara, po njëkohësisht me urujt nga gjërat të cilat janë të dyshimta, për arsye se dyshimi, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dërgon njeriu në haram dhe harami pastaj e dërgon njeriu atje ku e dënon Zoti xhallahu ala, ndërsa halali e dërgon njeriu në devotshmëri, e devotshmëria e dërgon njeriu në xhenet duke lutur Allahun që të na bëjë prej tyre. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.